Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi me lajmet e orës 15:55 në televizionin Shenja. Qindra qytetarë mblodhën sot në sheshin Skenderbeu në Shkup për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Para qindra e mira shqiptarëve folën eksponentë të lartë të ushtrisë çlirimtare që janë aktiv në skenën politike dhe jo vetëm. Kjo është protesta e 5 me radhë për drejtësi. Protesta kaloi e qetë dhe pa incidente. Shqiptarët nga të gjitha vendet përreth Kosova, Shqipëria, po edhe nga vendi u mblodhën në sheshin Skenderbeu për të kërkuar drejtësi dhe liri për çlirimtarët dhe komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen tash e 5 vite në gjykatën speciale në Hag. Para qindra e mira shqiptarëve folën eksponentë të lartë të ushtrisë çlirimtare e që janë aktiv në skenën politike dhe jo vetëm. Në skenën gjithësisht themelues i dy ushtrive çlirimtare, asaj të Kosovës dhe të Maqedonisë. Ali Ahmeti deklaroi që lufta e ushtrisë çlirimtare ka qenë e pastër dhe nuk mund të njolloset me histori të trilluara si ajo e shtëpisë së Verdh. Ushtria çlirimtare e Kosovës është palli vetën ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtetë e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhin. Prandaj, nuk do deshim që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuzat që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njollosin historinë e luftës çlirimtare. Para qytetarëve të shumë të ardhur nga të gjitha trojet foli përfaqësuesi i ardhur nga Shqipëria, Azgan Haklaj, në fjalimin e tij. Haklaj tha se nuk ka njeri në faqen e dheut që mund ta njollos UÇK-n dhe luftën e saj të pastër për liri. Ajo, me gjakun e saj, në shkru, në vdili, me të madhe në historinë tonë, pas shkohet së Skenderbeut, pas epokës se lidhje shqiptarët Prizrenit, është epoka me ndritur, epoka ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Para qindra protestuesve foli edhe e bia e komandantit të ndjerë nga Struga Nuri Mazari, Shqipdona Mazari, tha se lufta e UÇK-s ishte e pastër dhe kishte për qëllim që të mbronte një komb i cili rrezikonte të shndrohet në një statistikë harrese. Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetur nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij. Kryetari OVL UÇK-s, Hysni Gucati, foli për shtëpinë e Verdh, tha se si objekt shtëpia mund të ekzistojë në Shqipëri, megjithatë në të njëjtën mohoj të jenë bërë krime dhe transplantet e organeve nga UÇK-ja. I tregojmë Trëndavilove se ushtria çlirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi. Jo drejtësi politike, aja gjykat ma shumë është drejtësi politike dhe në gjanë gjykata të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Në protest morën pjesë shumë figura të njohura politike dhe komandantë të zonave të ndryshme, po edhe qytetarë të cilët i intervistoi televizioni Shenja. Mesazhi është që liria të ndodhë sa më shpejt për çlirimtarët tanë, edhe vallë zote që çlirohen e të jetojnë prapë siç kanë jetuar më herët. Ushtria çlirimtare është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, sepse folën dhe na thot po jetojnë lirë, edhe po protestojnë ku që në Shkup. Ne i themi specialës që ma, qka është mjaft, ata burat të kombit, të sa dheut,
dhe të vinë në familjen e tyre, në të vinë të toka e tyre që i dhanë mund sakrificë dhe i dhanë liri dhe plus i dhanë dhe pavarësinë e shtetit Kosovës. Rusia unë është me të regu botës sa ta pëmorë batërësisht një gjyqin e Hagës dhe urem sa bashkë me të kthejnë në dhe në tyre. Protesta kaloi e qetë pas një incident e nga Ministria e Punëve të Brendshme për televizionin Shenja konfirmuan se dita ka qenë e qetë një ashtu edhe në kufi dhe asnjë ish përfaqësues i ushtrisë çlirimtare nuk është arrestuar e ndaluar. Koalicioni Vlen ka përshëndetur opinionin pozitiv të Komisionit të Venedikut për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Sipas tyre, ky ligj është dëshmi se kur ka vullnet politik, parimi i përfaqësimit të drejtë nuk mbetet në fjalë, por shndrohet në ligj. Koalicioni Vlen përshëndet opinionin pozitiv të Komisionit të Venedikut për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të prezantuar nga zëvendës kryeministri Arben Fetaj, të cilët thonë se kjo jep dritje shile procesit që mbyll një pritje 24 vjeçare. Vlen thekson se për 24 vite kjo çështje është përdorur dhe stërpërdorur për retorikë dhe kalkulime politike, pa u kthyer kurrë në zgjidhje ligjore. Ndërsa shtojnë se Vlen po e mbyll këtë kapitull duke shndruar përfaqësimin e drejtë në ligj. Ky ligj është dëshmi se kur ka vullnet politik, parimi i përfaqësimit të drejtë nuk mbetet në fjalë, por shndrohet në ligj. Përfaqësimi i drejtë po ecën përpara, i bazuar në standarde evropiane dhe në parimin e meritokracisë. Një ditë më parë, delegacioni i qeverisë Maqedonisë së Veriut që mori pjesë në seancën e Komisionit të Venedikut ka sqaruar që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka marrë vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venedikut. Delegacioni përfaqësohej nga zëvendës kryeministri Arben Fetaj, profesoresha Tanja Karakamisheva Jovanovska dhe profesori Jeton Shasivari. Arben Fetaj përmes një statusi në Facebook shkroi: "Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat po bëhet realitet 24 vjet pas marrëveshjes së Ohrit. Vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venedikut, punë, jo futboll në zyrat e shtetit." Gjykata kushtetuese e RMV-s më 9 tetor 2024 me shumicë votash vendosi për shfuqizimin e balancuesit, i cili ka rregulluar përfaqësimin e drejtë të komuniteteve në administratën shtetërore, që atëherë nuk ka zgjidhje ligjore që garanton përfaqësim të drejtë dhe adekuat të qytetarëve gjatë punësimit të tyre në institucionet shtetërore. Komisioni i Venedikut e zgjodhi profesoreshën Renata Deskoska për nënkryetare. Deskoska është nënkryetaria e parë e Komisionit të Venedikut që vjen jo vetëm nga Maqedonia, por edhe nga ndonjë vend tjetër që nuk është antar i Bashkimit Evropian. Renata Deskoska, profesoreshe të drejtës kushtetuese, ish ministre e arsimit dhe shkencës dhe e drejtësisë, është zgjedhur nënkryetare e Komisionit të Venedikut. Lajmin e ka konfirmuar vetë ajo përmes një statusi në Facebook. Ai shpreh e lumtur që është e para nga RMV që është zgjedhur në një post kaq të rëndësishëm, por edhe sidomos për faktin se vendi ynë nuk është ende pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo zgjedhje, thot ajo, është një njohje aktivitetit dhe kontributit të saj në punën e komisionit, pasi deri më tani ajo ka marrë pjesë në përgatitjen e 14 opinioneve mbi vende të ndryshme, të cilat u miratuan të gjitha unanimisht në seancat plenare. Sot jam zgjedhur nënkryetare e Komisionit të Venedikut, i cili do të mbajë sesionin e tij të 145 më 12 dhe 13 dhjetor në Venedik. Dje Marta Kartabia, profesoresh e së drejtës kushtetuese dhe ish ministre e drejtësisë së Italisë, u zgjodh kryetare e re e Komisionit të Venedikut. Sot janë zgjedhur 3 nënkryetar të Komisionit të Venedikut: unë, Erik Holmvik nga Norvegjia dhe Timothy Oti nga Mbretëria e Bashkuar. Komisioni i Venedikut është një organ këshillimor i Këshillit të Evropës. Ai përbëhet nga ekspertë të pavarur në të drejtën kushtetuese dhe roli i tij kryesor është të ofrojë këshilla ligjore për shtetet anëtare dhe jo anëtare. Komisioni u krijua në vitin 1990 për të ndihmuar vendet në tranzicion në Europën qendrore dhe lindore që t'i sjellnin sistemet e tyre ligjore në përputhje me standarde demokratike, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Antarë të Komisionit të Venedikut deri më tani nga Maqedonia e Veriut kanë qenë Gordana Siljanovska-Davkova, Mirjana Lazarovska-Trajkovska, Tanja Karakamisheva Jovanovska, Borçe Davitovski. Ish prokuroria speciale Katica Janeva është liruar nga burgu 2 vjet para kohe. Drejtori i burgut e Idrizovës Zoran Jovanovski sqaroi se Janevska ka përfituar lirim me kushte dhe se është e obliguar të paraqitet rregullisht në gjykatën themelore penale Shkup.
Ish prokuroria speciale Katica Janeva e dënuar me 7 vjet burg dhe e burgosur në Idrizov që nga viti 2021 në fillim të kësaj jave është liruar me kusht dhe është rikthyer në shtëpi. Drejtori i burgut të Idrizovës Zoran Jovanovski sqaroi se Janeva ka përfituar lirimin me kusht dhe se është e obliguar të paraqitet rregullisht në gjykatën themelore penale në Shkup deri në përfundimin e plot të dënimit 7 vjeçar. Më herët lirim me kusht kishte marrë dhe ish-ministre e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila të dënimin në repartin e grave së bashku me Janevan. Jankulovska ishte dënuar për rastin e blerjes së Mercedesit luksos për ish kryeministrin Nikola Gruevski me parat të policisë. Personat e liruar me kusht janë të detyruar të respektojnë një sër masash, përfshirë ndalimin e kryerjes së veprave penale dhe paraqitjen e rregullt pranë autoriteteve gjyqësore. Mos respektimi i këtyre kushteve sjell rikthim në burg. Në korrik të vitit 2021, gjykata e apelit në Shkupje konfirmoi Janevës dënimin me 7 vjet burg, në të cilin përfshihet edhe koha e kaluar në paraburgim prej më shumë se një viti. Janeva u dënuar së bashku me Bojan Jovanovskin, i cili u shpall fajtor për shantazh në vlerë prej 1 milion euro ndaj biznismenit Orce Kamçev. Sipas aktakuzës, parat ishin marrë për të ndikuar që Janeva t'i ofronte Kamçevit marrëveshje dhe të shmangte burgun. Janeva u dënua për marrje të rishfetit, përfshirë një divan dhe disa mijëra euro, të cilat sipas pretendimeve të mbrojtjes nuk u dëshmuan qartë para publikut. Pas arrestimit të Janevës, prokuroria speciale u mbyll me mbështetjen e të gjitha partive parlamentare. Rasti perandoria kundër Kamçevit vazhdoi, ndërsa ai pranoi fajsinë dhe arriti marrëveshje me drejtësinë, duke vuajtur më pak se një vit burg në Strug, në burg të tipit të hapur. Vitin e kaluar Janevës i ishte lejuar të punonte gjatë ditës në zyrën e avokatisë së djalit të saj në qendër të Shkupit, ndërsa në mbrëmje të kthehej në burg. Megjithatë, pas ardhjes së udhëheqësisë së re në drejtorinë për ekzekutimin e sanksioneve, një kontroll konstatoi se ajo nuk ishte punësuar aty, ndaj është hequr ky privilegj. Kabineti i kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi informoi se ata nuk mund t'ia marrin imunitetin asnjë deputeti nëse nuk ka iniciativa zyrtare. Ky qendrim vjen pas letrës që prindrit e 2 dëmiturve kërkuan që t'i merret imuniteti deputetit Sashko Jançev pas aksidentit ku vdiq një imitur. Pasi prindërit e 2 dëmiturve të përfshirë në një aksident trafiku me deputetin Sashko Jançev u drejtuan te kryetari i Kuvendit me një letër për marrje të imunitetit të deputetit në fjalë, nga Kuvendi sot dan qendrim. Kuvendi, thon ata në komunikatën dërguar mediave, nuk inicon procedura të tilla me vetë iniciativë. As nuk mund të inicojë në bazë të kërkesave të individëve, organizatave ose mediave. Në këtë drejtim, kryetari i Kuvendit, shtojnë ata, kërkesën e dorëzuar e ka paraqitur te Komisioni për Çështje të Rregullores, Mandatet dhe Imunitetit, sillet e deputetit Sashko Jançev në përputhje me parimet e transparencës dhe informimit të plotë. Procedura lidhur me heqjen e mundshme të imunitetit të deputetit mund të iniciohet vetëm në bazë të kërkesës zyrtare të parashtruar nga organi shtetëror kompetent dhe vetëm kjo në rastet kur kërkohet inicimi i procedurës penale, përcaktimi i masës së paraburgimit ose ekzekutimi i dënimit me burg ndaj deputetit. Nëse organet kompetente, theksojnë ata më tej, dorëzojnë kërkesë zyrtare për veprim, Kuvendi do të veprojë brenda kornizës së detyrimeve kushtetuese dhe rregullores. Ky qendrim i pëson letrës së dorëzuar para disa ditësh kryetarit të Kuvendit, prindërit e 2 dëmiturve, të cilët treguan se në një aksident që kishte ndodhur në shtator të këtij viti mes deputetit Sashko Jançev dhe një 16 vjeçari që po e drejtonte një moped, nga aksidenti ky i fundit kishte ndërruar jetë, ndërsa 13 vjeçaria kishte marrë lëndime të rënda. Prindërit kërkojnë marrjen e imunitetit të deputetit Jançev, pasi kanë frikë se ai mund të ndikojë tek institucionet, duke u thirrur në imunitetin e deputetit. VMRO dhe LSDM kanë vazhduar përplasjet rreth migrantëve. Sot VMRO akuzoi LSDM-n se qeveria e Zoran Zaevit në vitin 2018 ka qenë e gatshme të pranojë migrant, ndërsa tani kundërshtojnë ato. Deputeti i VMRO DPMN-s, Brane Petrushevski, doli me akuza ndaj opozitës LSDM dhe kryetarit të partisë, Venko Filipçe, duke pretenduar se ata kanë standarde të dyfishta sa i përket politikës ndaj migrantëve. Sipas Petrushevskit, 4 vite më parë qeveria e udhëhequr nga Zoran Zaev ishte e gatshme të pranonte migrant në Maqedoni, ndërsa sot Filipçe është kundër migrantëve të supozuar. Petrushevski theksoi se VMRO DPMN, si atëherë ashtu edhe tani, ndjek dhe do të vazhdojë të ndjek politik antimigrante, duke shtuar se historia dhe lajmet e reme të krijuara nga LSDM po bien poshtë. Почитувани,
Ja tashmë 2 ditë heshtje nga Filipçe dhe LSDM për temën inekzistente të emigrantëve, pasi zbuluan synimet e tyre të vërteta për sjelljen e emigrantëve në Maqedoni. Ata po ikin nga gazetarët dhe po fshihen në Bihaçka. Deputeti i VMRO-s kërkoi nga LSDM që t'i përgjigjet opinionit publik se sa migrant ishin të gatshëm të pranonin në Maqedoni dhe nëse zëri i tyre aktual mbi këtë temë buron nga fakti se në vitin 2018 ishin të gatshëm të sillnin mijëra migrant. Gjithashtu sipas tij, LSDM duhet të nxjerrë mësim nga 3 ciklet e mëparshme zgjedhore dhe të zbatojë reforma brenda partisë. Prokuroria Themelore Publike ka njoftuar se ka përfunduar autopsia e trupit të Pajet që u gjet dje në afërsi të fshatit Negotin. Sipas gjetjeve fillestare, njofton prokuroria, ajo është privuar nga jeta me armë zjarri. Me urdhër të prokurorit publik, bëjnë me dije se po kryen ekspertiza të gjurmëve të mbledhura nga disa lokacione. Po ashtu, po realizohen bastisje dhe po ndërmerren veprime të tjera hetimore. Paraburgimi afaqshkurtër për të dyshuarin është vazhduar edhe për 48 orë të tjera, ndërsa prokurori publik i ka propozuar gjykatës paraburgim 48 orësh edhe për personin tjetër që dje ishte ndaluar në stacion policor, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Të premten, sektori për punë të brendshme të Dov ka ngritur kallëzim penal kundër SM 53 vjeç nga fshati Negotin, komuna e Vrapçishtit, për shkak të dyshimit të bazuar për kryen e veprës penale vrasje sipas nenit 123 të kodit penal. Policia ka arrestuar 2 persona nga Shkupi në ndyshimin për tregti të paligjshme me lëndë narkotike. Arrestimet janë kryer pas një aksioni policor në komunën e Karposhit, ku gjatë një kontrolli në një apartament është zbuluar një sasi e madhe droge. Të arrestuarit janë 2 banorë të Shkupit, MM 36 vjeç dhe KM 29 vjeç. Ata janë privuar nga liria rreth orës 20 nga njësia për tregti të paligjshme me drogë pranë SPB Shkup, në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminalistike dhe Byros për Siguri Publike. Me urdhër paraprak gjyqësor, policia ka kryer kontroll në banesën e KM, ku janë gjetur dhe sekuestruar amfetamin, tableta ekstazi, marihuanë si dhe një peshore digjitale, që sipas autoriteteve ngryt dyshime për rishitje të narkotikëve. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj të dyshuarve do ngrihet kallëzim penal përkatës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se opozita do të organizojë një protestë kombëtare më 22 dhjetor, të cilën e cilësoi si pjesë të një procesi politik që synon krijimin e një qeverisje teknike. Deklarata u bë gjatë një mbledhje të kryesisë së PD-s, ku Berisha theksoi se protesta do të jetë e hapur për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të marrin pjesë. Ai shtoi se mungesa e disa aktorëve politik nuk do të ndikojë në zhvillimin e saj, ndërsa opozita do të vijojë mobilizimin e mbështetësve. Sipas tij, opozita përballet me një situatë që e konsideron sfiduese për proceset zgjedhore, duke theksuar nevojën për reagim politik përmes protestave të organizuara. Berisha deklaroi se objektivi kryesor i opozitës mbetet largimi i qeverisë aktuale dhe garantimi i zgjedhjeve të lira. Kryetari i PD-s u shpreh se data 22 dhjetor shënon nisjen e këtij angazhimi politik, duke shtuar se protestat do të vijojnë deri në realizimin e kërkesave të opozitës për një qeveri teknike. Në sheshin Viktoria në Bukuresht dhe në qytete tjera mijëra njerëz dolën në rrugë për të protestuar kundër, siç e quajnë ata, korrupsionin të rrënjosur në sistemin e drejtësisë. Demonstratat e nisura që të mërkurën u nxitën nga publikimi një hetimi nga platforma Recorder, e cila solli dëshmi trondice nga gjyqtar dhe prokuror për ndërhyrje dhe presione nga nivelet më të larta të pushtetit. Protestuesit kërkuan masa të shpejta për të zgjidhur problemet e raportuara nga gazetarët dhe kërkuan dorëheqjen e presidentes së gjykatës së lartë, ministrit të drejtësisë, ministrit të brendshëm dhe kryeprokurorit kundër korrupsionit. Sloganet të tubimit ishin drejtësi, jo korrupsion dhe dorëheqje.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se angazhimi i mëtejshëm diplomatik mund të pasojë së shpejti përpjekjet e udhëhequra nga Moska dhe Washingtoni, si dhe ka shprehur optimizmin në lidhje me perspektivat për paqe në Ukrainë, pasi zhvilloi bisedime me homologun e tij rus Vladimir Putin, raporton Anadolu. Erdogan tha se Ankaraja shpreson të angazhohet edhe me presidentin amerikan Donald Trump për të vlerësuar një plan të mundshëm të paqes. Pas këtij takimi me Putinin, shpresojmë të kemi mundësinë të diskutojmë edhe planin e paqes me presidentin amerikan Trump. Paqja nuk është larg, mund ta shohim, ka thënë Erdogan duke u referuar takimit të tij dypalësh me presidentin rus në Turkmenistan. Erdogan theksoi se takimi i tij me Putinin u përqendrua në konfliktet e vazhdueshme dhe iniciativat diplomatike të nisura me përfshirjen e Trumpit. Ne vlerësuam kontributet që vendi ynë mund të japë në përpjekjet për paqe, ka thënë ai, duke shtuar se dialogun e nisur përmes përpjekjeve të Trumpit e shohin pozitiv. Të paktën 82 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor, njofton sot UNICEF-i, duke paralajmëruar një model tronditës të vazhdueshëm dhune. Zëdhënësi i UNICEF-it Ricardo Pires në një konferencë për media tha se këto vrasje tregojnë se dhuna ndaj fëmijëve po vazhdon edhe pas armëpushimit dhe se kjo situatë duhet të ndalet menjëherë. Sipas zyres së medias në Gaza që nga armëpushimi janë vrarë të paktën 386 persona dhe janë plagosur 980 të tjerë nga zjarri i ushtrisë izraelite. Ndërkohë zyra OKB-s për të drejtat e njeriut raporton se për 350 sulme pas hyrjes në fuqi të armëpushimit, kryesisht pranë të ashtu quajturës Vi e Verdh, ku janë vrarë të paktën 121 palestinez, përfshirë 7 gra dhe 30 fëmijë. Që nga tetori i vitit 2023, në sulmet izraelite në Gaza janë vrarë mbi 70.000 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa më shumë se 171.000 të tjerë janë plagosur. Shikues të nderuar, këtu shënon fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.